Këtë të diel në orën 7 janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjet lokale në Kosovë. Të drejtë vote kanë 2.069.098 votues brenda Kosovës, ndërsa rreth 44.000 votues kanë qenë të regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Institucionet e Kosovës dhe misionet ndërkombëtare kanë bërë thirrje qytetarëve të votojnë lirshëm dhe pa ndikime të jashtme. Zgjedhjet lokale mbahen në të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë edhe ato me shumicë serbe në veri të vendit. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka njoftuar se vendvotimet në të gjitha komunat e Kosovës do të jenë të hapura nga ora 7 deri në 19. Sipas të dhënave të KQZ-s, në mbar vendin janë organizuar 938 qendra votimi dhe gjithsej 2625 vendvotime. Për qytetarët që votojnë nga jashtë vendit është mundësuar votimi me postë, proces që ka nisur më 17 shtator dhe ka përfunduar më 11 tetor. Lista serbe ka kandidat për kryetar komunash në të 10 komunat me shumicë serbe: Mitrovica e Veriut, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, Gračanic, Shtërpc, Novobërt, Klokot, Partezh dhe Ranilug, si dhe në Obiliq. Kandidat në komunat me shumicë serbe kanë edhe disa parti të tjera serbe: Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë, Demokracia Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Aleanca e Kosovës, si dhe disa iniciativa qytetare. Për më shumë se 2 vjet, Mitrovica e Veriut, Zvečani, Zubin Potoku dhe Leposavići u udhëhoqën nga kryetar shqiptar.